الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit e Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin Fammadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm sa atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. E nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë nderuar, sot me lejen e të Madhit Zot do të jetojmë për disa çaste në hijen e ajetit 12 të surës Yasin. Ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ba'da bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Fillimi i këtij ajeti flet për ringjalljen. Ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nuhyi al-mauta. Ne jemi ata që i ringjallim të vdekurit. Allahu e fillon këtë ajet me përkujtimin e ringjalljes, sepse shumica e njerëzve praktikisht jetojnë sikur ta kenë harruar ringjalljen. Ndonse një pjesë e tyre e besojnë ringjalljen si realitet i pakontestueshëm, flasin rreth ringjalljes, përkujtohen rreth ringjalljes, por praktikisht bazuar në veprat e tyre e harrojnë ringjalljen. Prandaj Allahu na përkujton si një fenomen dhe një realitet i pakontestueshëm, i cili do të ndodhë, do të përjetohet nga ana jonë, nga të gjithë njerëzit, nga Ademi alayhis salam deri tek njeriu i fundit që do të jetojë, do të frymojë mbi sipërfaqen e kësaj toke. I cili realisht është edhe inkurajues, sa herë që Allahu na përkujton ringjalljen, dëshiron të na rikthejë në realitet jetësor. Dëshiron që të na e zgjoj kërshërinë për të vepruar vepra të mira. Dëshiron që të na përmirësoj gjendjen tonë. Nuk dëshiron që ne të mbetemi në gjendjen aktuale. Nuk dëshiron që ne të kemi ambicie minimaliste, por çdo herë maksimaliste. Dëshiron që ambiciet tona të jenë të larta dhe konform ambicieve tona edhe ndërmarrja e veprimeve që të jetë dinjitoze. Sepse njeriu për aq sa synon, edhe atë që e synon, mundohet që të ndërmarrë veprimet konkrete të realizimit të asaj që e synon. Prandaj Allahu na përkujton përmes këtij pasazhi kuranor se realiteti i ringjalljes është i patjetërsueshëm. Andaj punoni për këtë realitet. Dhe vazhdon e thot: inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu. Dhe ne, thot Allahu, i shkruajmë ato që njerëzit i dërgojnë para vetes së tyre. Allahu na tregon përmes këtij ajeti se gjëja e fundit që njeriu e dërgon tek Allahu është shpirti i tij. Veprat tona dërgohen tek Allahu para dërgimit të shpirtit ton. Pra çdo vepër që ne e veprojmë, çdo fjalë që ne e flasim, ato shënohen. Ne këtubu ma qaddamu. Allah thot, ne i shënojmë veprat që ata i dërgojnë drejt nesh, drejt Allahut subhanahu wa taala. Pra çdo vepër jona niset tek Allahu, me vetdijen apo pa vetdijen tonë.
ato ngriten tek Allahu subhanahu wa taala. Qofshin të mira apo të këqija, sepse jeta e kësaj bote është arenë ngaruese, është arenë testuese. Për çdo fjalë dhe për çdo vepër, Allahu merr shënime përmes melekët përkatës që Allahu i ka përgjigjur dhe i ka obligu për ta bërë një gjë të tillë. Pra ne mund të mos i kushtojmë fare rëndësi ndonjë fjale apo ndonjë vepre, por ajo është e regjistruar, është e shënuar dhe është dërguar tek Allahu subhanahu wa taala. Që do të thotë, ne duhet të kemi kujdes në veprimin e veprave tona, në mënyrë që kur të ngriten tek Allahu të jenë sa më të pasura, të jenë sa më të shëndosha. Allahu nuk mbetet me kaq. Thot wa atharahum, jo që i shënojmë veprat para vdekjes tyre, por i shënojmë edhe veprat pas vdekjes tyre. Pra i shënojmë gjurmët e tyre. Secili prej nesh do ta shkruaj historinë e tij personale përmes veprave që ai vepron në jetën e kësaj bote para sa është gjallë, dhe përmes gjurmëve që le pas vetes tij. Prandaj disa dietar thonë që historinë e tyre personale e shënojnë me laps që mund të fshihet shumë lehtë. E ka njerëz që historinë e tyre e shënojnë me stilolaps, që është pak më vështirë që të fshihet. Por ka dhe të atill që historinë e tyre e gdhendin, nuk fshihet kurrë. Pra bëjnë vepra madhështore. Një prej halifeve të muslimanëve, një ditë prej ditësh, ishte duke kaluar pranë varrezave të një vendi të caktuar. Edhe i shet disa mbishkrime mbi varreza. Shkon tek një varr, edhe e sheh aty një mbishkrim që tregon për historinë e pronarit të atij varri. Dhe në fund thot, ky njeri jetoi 3 ditë, u çudit halifja. Tha gjitha ajo veprimtari, ndërkaq e kanë shënuar që ka jetuar 3 ditë. Shkoi tek varri i dytë, gjithashtu pa që në mbishkrim shkruante një histori e bujshme, por në fund shkruante ky njeri kishte jetuar vetëm 2 ditë. Ku shkoi tek i treti, pas gjitha ata historie të bujshme, ky njeri ka jetuar vetëm 1 ditë. U bë kurioz, edhe ju tha, pse kështu, gjitha ajo histori, gjitha ajo vepër e madhe, ndërkaq ju i keni shënuar që ka jetuar 3 ditë njeri, 2 ditë njeri, e 1 ditë tjetri. Tha o halife, ne jetët tona nuk i shënojmë në bazë të viteve, se sa kemi jetuar, por në bazë të suksesit se sa kemi vepruar. Ati që ja ke pa që ka jetu 3 ditë, ja kanë shënu se për 3 dita i ka bo që ato veprat më dha, edhe ka hyrë në histori të popullit tonë. A i tjetri, për 2 ditë i ka bo që ato veprat ma, dhe ato ja kemi shënu, prandaj edhe ka hyrë në histori, edhe a i tjetri vetëm 1 ditë. Pra ne i shënojmë në basë sukseseve tona, sepse vetëm ja gjë që mund të burremi nesër para madhrisë Allahut, është suksesi ynë. Nuk është mosha jonë, nuk është pasuria jonë, nuk është pushteti ynë, nuk është autoriteti ynë, është ajo që ne veprojmë konform urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Pra njeriu do të lë gjurmë pas vetes si, deshi apo nuk deshi. Qoftë gjurmë të mira, pozitive, apo gjurmë të liga negative. Dhe ne fatmirësisht jetojmë në një kohë ku mund të lëmë gjurmë masive, pozitive, por në anën tjetër është rrezik edhe që të lëmë gjurmë masive negative. Përpara, për shembull, njerëzit kanë lënë gjurmë në për rrugë, në për shkolla, në për xhami. Dikush e ka ndërtuar një çeshme hajrat, dikush është mundu një baçë shkollës mja rregullu, apo xhamis një abdeshane, apo çfarëdo që ka pas mundësi. Këto kanë qenë mundësitë praktike për me bë hajrate dhe me lënë gjurmë pas vetes. Ata që kanë ditë shkrim e lexim kanë qenë shumë pak. Njerëz të dijes, njerëz të shkolluar ka pas shumë pak. Prandaj ata që kanë pas mundësi me lënë pas vetes libra, që është një prej mënyrave të sadakave rrjedhse, kanë qenë shumë pak. Prandaj janë munduar njerëzit që me lënë pas vetes gjurmë spaku materiale. Sot mundësia është krejtësisht tjetër. Krahas këtyre mundësive materiale, kemi mundësi me lënë gjurmë edhe virtuale, përmes rrjeteve sociale, një fjalë mirë, një ders i qolluar, një përkujtim i mirë ndaj dikujt që mund të shkojë në 4 anët e botës, një përkthim libri, e shumë mundësi tjera që ne i kemi, sepse pejgamberi Allahut alayhi sallam thotë,
idha mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kur vdes i biri Ademit, pra kur vdes njeriu, i ndërpriten të gjitha veprat e tij përpos 3 burime të pashterura. Këto 3 burime kur nuk ndalojnë për këtë rob, kur nuk shterën. Cilat janë këto? Thot sadaka xharie, një sadaka rrjedhse. E ka ndërtuar një rrugë, e ka ndërtuar një shkollë, e ka ndërtuar një xhami, ja ka ndërtuar dikujt një lokal për me punësu, për me zhvillu biznes, pra e ka nxjerrë pe fukarallëkut në një jetë mesatare apo edhe në një jetë pasur. Gjitha këto janë sadaka rrjedhse. Ose thot ilmun yuntafa'u bihi, e ka lënë pas vetes një dituri dobishme. Ja ka mësuar dikujt një zanat, e ka shkruar një libër, e ka përkthyer një libër, e ka krijuar një platformë digjitale, një program përmes cilit njerëzit kanë përfituar. Çfarë do që të jetë mundësia, ai e ka bë. Pas vdekjes së tij, ai ka lënë gjurmë rrjedhse të mirësive, të panumërta. Dhe në fund thotë, dhe kjo është më e mira. Waladun salihun yad'u lahu, ka lënë pas vetes një fëmijë, një pasardhës të mirë që lutet për të. Çdo përparim, çdo devotshmëri, çdo vepër e qelluar e pasardhësve tanë pas vdekjes shkon në kontën e veprave tona, të mirësive. Sa që disa paralajmërime pejgamberike tregojnë që kur prindrit janë në varr dhe fëmijët e tyre sa janë gjallë dhe veprojnë vepra të mira, pra çdo namaz, çdo agjërim, çdo sadaka që e bën evladi pas vdekjes, prindërve musliman, prindërve besimtar, ju vjen një freski në varr. Edhe ngritën në gradë, se dhe jeta e varrezave i ka përparësitë e veta. Dallojnë njerëzit jetën e varrezave, sikur se kanë dalluar në dynja dhe sikur se do të dallojnë edhe në ahiret. Dhe çuditën, thonë, pe nga po na vin këto, i pyesin melekët e Allahut. Ju thonë melekët e Allahut, janë evlad tu që po luten për ty. Po bëjnë istighfar tek Allahu me t'i falë ty gjunahet. Po luten që Allah me ta ndriçu varrin, me ta zgjeru varrin, me ta dhënë xhenetin, me ta lehtësu gjendjen varr. Edhe paramendojnë se çfarë gëzimi përjetojnë prindrit tanë që kanë ndru jetë, dhe ata që do të ndrojnë jetë pas nesh, por dhe ne gjithashtu. Po në anën tjetër ne mund të kemi edhe gjurmë shumë negative, shumë këqija, pikërisht përmes lehtësimeve kohore. Një fjalë e pamatur, një mesazh i gabuar, një postim i paqëlluar, pas vdekjes son, ai mund të vazhdojë, mund të shikohet. Sa njerëz lën pas vetes video të gabuara, video i moraliteti, video që përçojnë mesazhe të liga, mesazhe që përçojnë mes njerëz. Gjitha këto janë mëkate të vazhdueshme, por janë gjurmë negative që pasojnë pas vdekjes së njeriu. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Dhe Allah thot në fund të këtij ajeti, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dhe të gjitha këto ne i shënojmë në librin e regjistrave të veprave tona që është shumë i qartë. Në atë libër nuk ka mundësi me ikë diçka për veprave tona. Nuk ka mundësi, sepse Allahu është i gjithdijshëm i absolut. Tek Allah s'ka mundësi me fshehë diçka për asaj që kemi vepruar. As s'ka mundësi dikon me korruptu. As s'ka mundësi Allahu me friksu. Çdo gjë është e shënuar. Sipas asaj që ka ndodhur, në datën që ka ndodhur, me personin që ka ndodhur, me veprën që ka ndodhur, çdo gjë është e shënuar në detaje. Andaj le të mbushim regjistrat e veprave tona me vepra të qelluara, me vepra të devotshme. Le të lëmë gjurmë pas vetes që kur të na varrosin, do të na shkruajnë mbas e kemi jetuar 3 ditë, 2 ditë apo 1 ditë, por kemi lënë histori pas vetes. Prandaj ai halifja kur u tha atyre dhe kur kuptoi se për çfarë bëhet fjalë, u tha nëse unë vdes gjatë kohës sa jam mesin tuaj, tha ma shkruani mua në varr se unë kam vdekur para se me lind, sepse ju duk vetja shumë i pa pasur këtë drejtim, s'kam lënë pas vetes gjurmë, s'kam lënë pas vetes me çka më mbur, si kam shkruaj vetes histori për më mbur, kështu ju duk vetja, ndonë se kishte vepra gjithashtu. Allahu na mundsoft që me shkruajt historinë tonë me vepra të arta, me vepra të qelluara, me vepra të devotshme, për të cilat do të shpërblemi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.